Pra sot arritëm në Kleçk, vizitë të kompleksit memorial, dhe kjo është makina në të cilën udhëtoi komandant Komanova. Pra, kjo është pra, unë i përshëndes të gjithë nga zemra. Nga zemra i përshëndes ata të cilët dhanë gjithë shka për çështjen kombëtare, për çështjen e vendit. Pra, lavdi, respekt. Unë jam i mirë për gjithë ata të cilët ishin dhe do të jenë gjithmonë si qelur për vendin dhe do të punoj që i ka hije. Pra, kombi ton, popullit ton, lavdi qoftë njerëzve liridashës. Dhe ke një fjalë ndjes pas Birtër Arbënori, ai i cili nuk i kujton dëshmorët, thoshte ju që rroft njerësi, ai që nuk i viziton dytë. Do me thonë, shumica e njerëzve kanë mitë pa disi në rast qaj që ka mundësi, qaj që ka zemër, ka gjak të pasër, sepse njeriu koha s'ka mos është aktuale, po e kam fjallën ata të cilët nuk e kthejnë kokën as bile, as për një minutë. Kështu që ja arritëm këto të skalitje e emrave të dëshmorëve në Kleçk, në brigadën qendrore e Komanova. Dëshmorët të cilët nuk vdesin kurrë. Do me thonën është edhe në jubilat e spektaklit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo ka fillu që nga heret, po pres pas brezi, shekuj pas shekuj, për ditën e sotit, të cila kurorëzu me emrin e lavdishëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës.